t'i ndajmë veç për një moment. Pra, ajo që po ndodh aktualisht është një ndërgjegjësim gjithmonë më i madh i faktorit ndërkombëtar, i organizatave ndryshme, dhe i shteteve, të cilët kanë interes të shtuar në progresin e Shqipërisë, jo vetëm si demokraci, por konsolidimi i demokracisë saj, po dhe progresin në Bashkimin Evropian. Pra, janë gjithmonë më shumë, jo vetëm të vëmendshme, por po kuptojnë gjithmonë më tepër që Shqipëria është diçka shumë e ndryshme nga ajo që përpiqet Edi Rama ta paraqes. Është një mekanizëm qeverisje i cili nën petkun e zgjedhjeve fars apo të një zhvillimi në dukje me shkëlqim, me kulla, me tjerë, pra po i marrin bashkë, pra ato që shohin njerëz. Mbas kësaj fshihet në fakt një mënyrë qeverisje absolutisht jo vetëm grabitqare, jo vetëm korruptive, jo vetëm e lidhur me krimin, por është një lloj autokracie që në mënyrë pra me një pushtet hibrid që në dukje është demokratik, por pra se zhvillohen zgjedhje, në dukje ka institucione, ka 35 vite që ka rënë komunizmi. Është shtet kandidat për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian, ka hapur negociatat, pra përtej të gjitha këtyre fasadave, po zhvillohet gjithmonë më shumë një regjim i cili shtyp të drejtat e njerëzit, shpartallon procesin zgjedhor, ka zhdukur konceptin e shtetit drejtës në nocionin e vet themelor, bazë që ka Evropa, ka përqendruar pushtetet në një dorë, në dorën e kryeministrit, dhe e gjitha kjo në funksion të një qeverisje e cila prodhon para pafund për të kast që po qeveris Shqipërinë me në krye Edi Ramën. Tani zgjedhjet janë asgjë tjetër vetëse viktima e vazhdueshme tashmë e të gjithë këtij modeli qeverisës